Pastaj me interesuar në të pranë zyrës aloizmit dhe urbanistikës bashki, ka pas tash shkelet e vogla teknike, të cilët një leje ndërtimi ka dalë me shumë vonesë për një shtesë kalli që është bërë. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet që është shtyrë legalizimin. Pallati është me leje ndërtimi të rregullt. Ka qenë një konflikt pronësi me sa di unë për pak metra katror. Kemi shkuar dhe prisnin dilin vendimet e qeverisë. Thonë që pronari i këtij pallati ka bërë dy kate shtesë. Pra ka pa probleme, ka pas gjoba në bashki, është as i kishte paguar akoma. Normal që edhe kur ka shtëpi të madhe tjetër, ka fëmijë shumë e don me shite, nuk ka mundësi. I ka gjithë shkurt nuk na u duket që është shtëpia jote. Tani ju falenderojmë shumë për sot, po gëzohemi shumë që më në fund po bëhet pronarione edhe shtëpia. Faleminderit shumë nga territori aloizmit. U vonuar 15 vjet vonesë. Edhe kam ngrit me gjak në ngrohtë, me gjak në zet kam ngrit, për arsye se thash, pa lej pa vdesë dhe pa lej kalamajt pa pranë. Nuk bësh as gradi, as i gjanë, se s'kisha. S'ishe proti. Piqeri Farruku më tha më për 2 muaj keni hipoteket edhe i tham lekës, s'na bën hipoteket. Po ja di faleminderit aloizmit që na i bën hipoteket. Nuk u zgjidhte shkoshim, ankoshim, nuk u zgjidhte problemi. Asnjë lloj problemi. Po faleminderit shumë. Ky ndodhi në këtë moment sepse ishte momenti kur banorët u bën bashkë dhe na munduan që ne ta mbyllim procesin nëpërmjet tyre, sepse investitori e kisha abandonuar procesin e legalizimit, nuk bashkëpunonte dhe në këtë mënyrë ne u detyruam që me thirrjen e banorëve, me ardhen e tyre her pas here ke zyrat tona, ta mbyllim këtë proces. Ne i këshillonim gjithmonë që këto banorë të zgjidhnin një përfaqësues në mënyrë që ai të mblidhte gjithë dokumentacionin që ne na kërkohet për të mbyllur procesin e legalizimit të një pallati. Dhe sot, domethënë këtë ditë u arrit bashkëpunimi i tyre në mënyrë që ne të kishim gjithë dokumentacionin e dur. Nuk bëhet pengesë kati shtesë, po bëhet pengesë ndonjëherë ndonjë banor që nuk na mundson aksesin në apartament në njësinë vet. Ne kemi përfunduar procesin me sipërmarrës, pra jo nëpërmjet banorëve, por ka dhe raste të tjera të cilët ne po i ndjekim, i kemi në proces realisht.